Infrastruktura në lagjën Nën Tereza të qytetit të Lezhës po merr një tjetër pamje. Pas përfundimit të ndërtimit të rrjetit të ri të ujësiesit, ka nisur asfaltimi i rrugëve dhe vendosja ndriçimit publik, investime që synojnë përmirësimin e kushteve të jetesës për banorët. Punimet u inspektuan nga kryetari i Bashkisë Lezhë Pierindreu, i cili u shpreh se ky është një tjetër premtim i mbajtur, ndërsa theksoi se investimet për transformimin e kësaj lagje do të vijojnë edhe në vazhdim. Fiks, kemi thënë do bëjmë ujësiesin. Kemi thonë do bëjmë rrugë gjitha, kemi thonë do bëjmë ndriçimin, dakord? Dhe do bëjmë edhe një projekt për trotuar ku do shohim se duhet të riparojmë ose duhet shtojmë. Dakord? Pra po vim me atë që kemi thonë, me premtim, me punë dhe me fjalë të mbajtur. Besoj mes nesh nuk ka ngel në një gjonë që ne e kemi thonë burrash në shesh dhe nuk është bën. Ndërhyrja është mirëpritur nga banorët, të cilët vlerësuan investimet e realizuara dhe përmirësimin e infrastrukturës në zonë. Jam një banor i lagjes, po 30 vjet që jam i lagjes tonë. Punëtorës na ka marrë asnjë. Si puna pejtor bashkie si kemi. Je punojnë të tjerë. Me shem të pohën, duke di kur del pension se 300 hek për këtë bashkie të për leve. Je më së smlon se s'le ligji. Nuk e di me bo. S'le ligji edhe herë, thot edhe boll. Edhe herë taksiratë ke. Lagja Nën Tereza me rreth 11.000 banor është një nga zonat më të mëdha të qytetit, ndërsa investimet që po realizohen nga Bashkia e Lezhë po japin një pamje të re dhe po përmirësojnë kushtet e jetesës për komunitetin.